Numri I makinave të regjistruara në Evropë në 2 muajt e parë të vitit ra me 3%. Tregjet e mëdha si Gjermania, Italia e Franca regjistruan rënje, ndërsa Spanja si pjesë e bllokut evropian njohu rritje me rreth 8%. Në raportin që publikon Shoqata Evropiane e prodhuesve të automjeteve, në muajt janar-shkurt u regjistruan 1.68 milion makina private, nga 1.74 milion në vitin 2024. Rënja shihet edhe në fabrikat e prodhimit, ku grupe gjigande që përfshin marka të mëdha të tilla si Volkswagen, Stellantis, Mercedes-Benz, Toyota apo edhe Tesla kanë nxjerrë mira njësi më pak se vitin e kaluar. Konkurenca dhe prirja për të shkuar tek makinat elektrike ka ndikuar në këto linja prodhimi, dhe kjo shihet edhe në statistikat e përgjithshme, ku makinat me naftë e benzinë po zënë gjithnjë më pak vend në rrugët e Evropës. Ndërkohë në Shqipëri nuk ka ende të dhëna nga Drejtoria e Transporteve për importin e mjeteve këtë vit, por me ecurinë e vitit 2024, këtu regjistrohen rreth 8.000 makina çdo muaj, nga të cilat vazhdojnë të dominojnë makinat me lëndë djegëse.